Sa janë të marrë për të parandaluar sadopak situatë? Dëgjoni se shihni, situata është shumë serioze. Kjo është flak sa kam njohuri, shumë varet edhe nga era. Njerëzit janë duke punuar këtë tamponin apo një zonë sigurie që mos hidhet më tej, edhe ashtu që shpresojmë që sonte të jetë natë e qetë me erë që mos hapet më tepër flaka. Çfarë thon profesionistët, cilat janë zonat më të rrezikuara, pasi që shumë afër nesh gjendet shtëpi? Pa shihni, domethënë halli i re është rrezikuar, varet nga era. Shpresojmë që natën nuk ka më shumë u vepro dhe më thik dhe shpresojmë që nuk do të ketë situatë emergjente. Këtu njerëzit janë vullnetarë, shihni shumica dhe shpresojmë për të mirë. Dim që gjatë ditës ka pasur ndihmë të shumta me helikopter, do të vazhdojnë këto edhe gjatë orëve në vazhdim apo gjatë ditës? Pas sigurisht se institucionet kanë kërkuar ndihmë dhe institucionet do të rrinë për ndihmë, por nata vështirëson situatën dhe ajo pengon tani në këtë fikjen e këtij zjarri. Cila mendoni si pësër se do të ishte ndonjë mënyrë që të parandaloj sadopak, edhe pse të gjitha kemi parasysh se situata është serioze? Pas erdhët me kanaderat me ujë nuk ka nalim tu. Këta digjet, na jena të nalu një to me mujt me mbrojt, pas mullë të poshtë. Kur gjatë tjetër. Janë shtëpi të rrezikuara? Po si janë të rrezikuara, pa ku të ka pullishta, ke ullini, ka kry puna. Ullini ishtë vajtansh. Ishtë katastrofë kjo. Ja ka ndihmë mënyrë tjetër, por rinia, shikohet. 5% ullqinit s'ka arme një mund. Gjysë janë të shiku për ati malit atje sa bukur digjet ka. Po s'kam që me thanë, le të vinë me ardhën. Kur të di këta nuk dje kanë... Ka mundësi me mrit dhe në mhall 3, këtë mundet me mrit, këtë shruga qilo. Po mhall 3 është një kjo mërë mu, mhall 3 jena. Jena të djek një tojsh, mhall 3. Është pak e vështirë që të mbërrihet deri te kjo zonë. Cila është mënyra më e lehtë që qytetarët e Ulqinit, ata që nuk e dinë, të depërtojnë deri këtu dhe që na ndihmojnë? Masi një tesh më me informatë që ishte mbyllur në rruga Kerethi, atëherë mhallës së re, rrugës Stojanovićve edhe Marth Cipri. Marth Cipri, domethënë Marth Cipri rrugës Klenen. Se ishte kamësore, nuk ishte me makinë. Në atë mënyrë se Klenen nëse mos i qenë ka mbyllur s'ke ndrysh tjetër.